Në lidhje direkt është edhe avokati i njohur nga Shqipëria, Zoçi Islami. Zoçi, faleminderit shumë që pranove intervistën. Faleminderit për ftesën. E kemi këtu ish ushtarin e ushtrisë ligjore të Kosovës, Shaban Sylla, i cili është një i ofenduar për atyre deklaratat tua që i keni thonë lidhe me Ramush Haradinaj, por edhe me Ali Ahmetin. Kam thënë kështu, nuk e di se çfarë kam dëgjuar, nuk e di çfarë u shtëm, nuk e di si u shtëm. Unë kam thënë këto që do thërë tani dhe nuk u heq presje. Zotëri, në Gazibat të Shkupit u helmuan 5 luftëtarë të UÇK-s dhe u ekzekutuan. I morën si mikpritës të familje dhe i vranë. Komandanti i UÇK-s në atë kohë ka qenë Ali Ahmeti, ka përgjegjësi direkte, kush i të gjej, kush i vrau, çfarë ndodhi, si ndodhi që u vra komandanti me 4 të tjerë. Këto kam thënë dhe këtyre nuk u heqa si presje. Ke thonë pak ma ndryshe? Jo, s'kam thënë më ndryshe, ka përgjegjësi kam thënë. Ke thonë një shoqja e Telit ka thonë kështu. Cila gjendet në Tiranë, so në të kom dëgjuar, kom përcjellë me qiunin. Atë në bisedë, ndoshta mund ta kem artikuluar ndryshe, po them mbi ky. Komandanti i UÇK-s për Maqedoninë në 2001 që u tradhtuan ata, ka përgjegjësi të gjej kush e vrau komandant Teli, edhe 4 të tjerë. Jo me profesionin e avokat, po jurist? Po, patjetër. Te din, nuk e di ç'është kodi i etikës të avokaturës në Shqipëri për gënjeshtër ose për shpifje? Nuk kam shpjeguar dhe nuk kam gënjur, është një fakt. Janë vrarë 5 djem, janë elmuar në shtëpi dhe nuk ka dalë për. A i ke pote apo ke ndëgju? Apo a ke qenë luftë atje? Jo, s'kam qenë në luftë. Di që janë vrarë ata në Gazibat të Shkupit. O qysh e din? Shpjegohe. Urdhon? Qysh e din? Këtë që kam të njërë, këtë që thash. Ke ndëgju? Po. Të nanë Kosovë thujnë kështu. Prit. Thash, ke ndëgju. Nga gazeta, nga televizioni, të nanë Kosovë thujnë. Nëse nuk di me rajt, shko të regosh a keni. Të nanë Kosovë thujnë, prit. Lutem, a je për dialog? Nuk të lëtë shkosh për tutje. Më akuzot mua se po vjej unë. Ja, nuk thash ti. Po të nanë Kosovë thujnë, nëse nuk e ke po me sytë e tu. Prit. Unë di këtë zotëri, janë vrarë 5 luftëtarë, atje janë helmuar në familje që i mikpriti. Atje janë vrarë shumë luftëtorë në luftë. Po nëse ti nuk e ke po me sytë e tu, edhe me vesht e tu, edhe nuk e ke prek me dorën tënde, ti edhe në gjyqje din që këto më kanë thonë, jenë rana. Edhe në gjyqë, i dëshmitorë. Në Shkupa ka 5. Po mirë, o ti zotni, a i ke po me sytë e tu, a i ke prek me dorën tënde. Ne i kam parë që kam parë. Qysh lere, qysh melon. Ti ke bo akuza shumë drona çdo emision për ushtrinë qëllimtore. Absolutisht jo. Po ti ke thonë edhe në emisionet në Shqipëri. Po them prap, janë vrarë 5 veta, kush i vrau? Po unë nuk e di kush i ka vrau, po ti a e din. Zoçi ky po. Nëse ke qenë luftëtari, ushtrinë qëllimtare të Kosovës, në atë kohë, ose të ushtrinë qëllimtare kombëtare që kjo UÇK janë atë kohë, gjeni kush i vrau janë shokët tuaj. Unë mi gjithë. Po, Zoçi keni... Ata në shtajnë gjithën, po ti nuk e din. Keni pasi Shaban... Ja, ka thonë ryshe, po tash po dhe ryshe. Po edhe për Hashim Thoqin, po. Po për Hashim Thoqin ka thonë me një studio, ka thonë 40 vjetë burg, para prokurorit speciale. Për para se me thonë prokurorit i gjykatës speciale, ky zotërio ka thonë 40 vjetë burg të me Allah aty. Ka thonë... Dëgjom, me që ma përmëndet dhe Hashim Thoqin. Me që përmëndet Hashim Thoqin, ju mund t'jini luftëtar, mund t'jini antar partie, mund t'jini besnik, mund t'jini ushtar, çfarë të dojë që t'jini. Unë di një gjë, që në Kosovë, mbas 12 qershorit të 1999-s, janë vrarë
udhëheqjes të lidhjes demokratike të Kosovës. Dakor? Kaq. A veç udhëhes lidhjes demokratike të Kosovës nuk janë vro ushtarë të QK-s. Mas luftës. Ta që janë vrarë pa luftë. Janë vrarë pa luftë. Ndëgjë zotëri, fjallë për fjallë. Unë jam një ndër i akuzuri për vrosjen ose tentim vrosjen e Adem Xhalit. Ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Farizojt. Nuk më duhet se çfarë je ti, zotëri. Prit. Dale. Nuk shkoj te persona konkret. Unë shkoj politikisht, unë që pjesëtar të UÇK-s që qeverisën në basë